Kështu që atëherë, çfarë duhet të bëjmë për këtë gjë? E para punës është zgjidh pozicionin. Tamam, zgjidh pozicionin. Nuk funksionon as pak, mos mendo që do bësh një deep throat, kur ai është në këmbë ti ulur në gjunjë dhe po bën një seks oral drejt për drejt me të. Absolutisht. Nuk ndodh. Do me thënë, pozicioni që duhet jesh e shtrirë dhe koka tjetë e ngritur. Do me thënë, kjo qafa dhe koka tjetë e ngritur. Ose një nga pozicionet fantastik për të bërë deep throatin është 69. Pra, femra tjetë mbi mashkullin dhe aty e kontrollon thellësin dhe lëvizjen. Dhe në momentin që bëhet kjo gjë, absolutisht nuk duhet ketë penetrim. Pra, deep throat duhet jetë sigurisht pra me lëpirje, me stimulime me dorë. Tani janë dhe disa femra që kur e kanë aq thellë me gjuhë për këdhelin dhe testikujt, po kjo është një nga ato aftësitë që jo të gjithë i kanë, ose që duhet shumë praktik. Nuk është, domethënë, po ta vësh mendje nuk ka asgjë të paralizueshme, por ideja është domethënë që nuk do ketë penetrim gjatë kohës gjatë kohës pra të deep throating. Kështu që pra, pozicioni është i pari, pra zgjedhja e pozicionit është e para. E dyta, procedimi është jashtëzakonisht shumë avash. Pra, super avash. Më thënë, do fillosh me kokën, do fillosh avash të relaksosh muskujt e gojës, të relaksosh muskujt e gjuhës, pra gjuha që ka të harkun duhet ta avash të ulësh harkun që është në mbrapa gjuhës, pra ajo duhet ta avash të relaksohet, dhe kjo është domethënë dhe e treta, pra relaksimi i gjuhës. Patjetër gjuha, ke parasysh kur merr një pilulë që e pi, merr një pilulë të vogël, relakson gjuhën edhe e pi. Një fëmijë për shembull e ka shumë të vështirë të kalojë sepse nuk din ta relaksojnë muskujt e gjuhës që të kalojnë një pilulë ta çojnë pra një ilaç poshtë. Kështu që duhet ta shikoni me këtë lloj, duhet ta arrini të relaksoni muskujt e gjuhës dhe të marrësh frymë me hum dhe të nxjerrësh me gojë. Dhe të marrësh frymë pra, si të thuash, me një ritëm të caktuar. Pra ajo ideja që është njësoj, e di se shikoni këtë, shikoni bëni të lloj paralizimi që kur merr frymë, zëre se po merr, po thith ajrin, ndërkohë që do futesh atë në gojë dhe kur e nxjerr, pra do nxjerrësh atë. Pra do kesh atë thithje që të futesh atë në gojë, dhe do marrësh frymë, do ta nxjerrësh nga goja, kur je avash duke e hequr nga goja, pra duke e nxjerr, duke e larguar nga goja. Në momentin që ju vjen ai refleksi që ke parasysh do të vjellësh. Në momentin që ai refleks të vjen, truku për këtë gjë është do ndalosh. Fare absolutisht, do ndalosh në atë pozicion që je. Për shembull, e ke nxjerr pak dhe do ndalosh. Do ndalosh, do arish të marrësh pak frymë dhe nuk do bësh asnjë lëvizje derisa të kaloj kjo lloj ndjenje. Kështu që nuk do lëvizësh fare as pozicion, nuk do ndrosh absolutisht asnjë gjë, nuk do bësh asnjë lëvizje, as nuk do bësh asnjë stimulim tjetër. Mund të lëvizësh duar, por me gojë ose me buzë ose me gjuhë nuk do lëvizësh pra fare. Këto janë disa nga. Unë nuk e sugjeroj këtë deep throatin të rish tërkohës aty, domethënë nuk më duket logjike që të rish gjatë gjithë kohës aty. Nuk është të thënë që të bësh vetëm këtë gjë dhe kënaqe me seksin oral, pra. Nuk e shikoj ashtu. Për mua një 30 sekondësh është më se e mjaftueshme për këtë gjë. Në rast se performon një seks oral, merresh domethënë, si të thuash me stimulimin e të gjithë penisit, testikujve, lëkurës, domethënë midis anusit edhe testikujve, për këdheljes, ke parasysh çdo gjë tjetër nuk është e thënë që duhet të rish vetëm duke bërë deep throatin. Mund ta bësh për 30 sekonda një deep throat, të bësh një çik pushim, të bësh një lloj stimulimi tjetër dhe mund t'i kthehesh përsëri. Domethënë, kjo është si praktik pune për mua, po ndërkohë unë po them, nuk është një nga fortesat e mia, pra deep throatin nuk është një nga fortesat e mia, megjithëse kam mësuar dhe kam marrë këto lloj këshillash dhe funksionojnë. Domethënë arrit të funksionojnë dhe arrit t'i bëj. Megjithatë duhet të shikoni edhe diçka të tillë që ndonjëherë është dhe fizikisht e pamundur, për arsye sepse në bazë të partnerit ke parasysh mund të jetë shumë i mirë i ekuipuar, pra i pajisur partneri, mund të jetë goxha i madh për shembull dhe kaviteti i gojës mund të jetë i ngushtë ose femra, kështu që fizikisht ajo nuk është e mundur. Megjithatë me praktik, me një relaksim, me frymarrje, me këto
Këto lloj ushtrimesh ndihmojnë, pra këto lloj relaksimesh ndihmojnë, e të kënduarit ndihmojnë shumë faktikisht, dhe këtë e din shumë mirë, sepse këngëtarët sidomos e din shumë mirë domethënë relaksimin e muskujve, si të buzëve, si të gojës, ushtrimet që bëjnë të buzëve për gojën ose për relaksimin e fytit. Kjo është fantastike. Kush s'ka bajame, akoma dhe më mirë kam dëgjuar këtë, kam të dëgjuar, mund të jetë dhe mif, nuk e di, veç vazhdo se na kënaqe. Po pra këtë po them unë që ju sot bëni qametin. Kështu që këto ishin disa nga truket që unë thash. Tash edhe një herë që mund mos jetë fizikisht e pamundur, pra, megjithatë, është një gjë që është shumë stimuluese, është një gjë që është dhe vizuale, është një gjë që është dhe një, si të thuash, në një raport, pra në një çift jep edhe atë llojin e ndjenjës të afrimitetit, të ndjerit, si të thuash, më komod me njëri tjetrin, ose të një performance, për shembull akoma dhe më special, janë dhe këto gjëra psikologjike që ndikojnë ke kjo gjë. Se bëhen këto, pra, se është bën kjo. Okej. Të masturbohesh një nga Troç po flas, si ta flas. Nuk e kuptova këtë, po përmësim laga. Kështu që kjo ishte, pra, si të thuash, një nga idetë që unë desha të thoja, pra, relaksimi i muskujve, frymarrja. Unë faktikisht si Armid, thash, nuk jam maestro ke kjo gjë, unë kam truket e mia faktikisht që përdor për këtë gjë, dhe një nga produktet unë e kam thënë dhe më përpara është ky lloj produkti që është Great Head, këtë e vë pak nga ky në fund të gjuhës, edhe më bën atë mpirjen dhe më eviton atë refleksin. Gjithashtu këtë lubrifikantët me shije janë shumë të mirë, faktikisht, sepse edhe janë shumë të shishëm, edhe ajo ndjesia, domethënë për çfarë do lloj ere, ose për çfarë do lloj ndjesie, ose për çfarë do lloj gjëje të zhduket me këtë lloj lubrifikantësh, janë edhe në formë kremi, edhe në formë të lëngshme. Kështu që ke parasysh, domethënë unë faktikisht përdor këto truket, thash edhe një herë, nuk jam eksperte ke deep throatin, nuk është se nuk më pëlqen, nuk është se është një gjë që nuk e bëj, po e thash edhe një herë, domethënë që për mua është një 30 sekondësh dhe pastaj kthehem përsëri. Do e bësh ti sonte. Po unë faktikisht sonte sigurisht domethënë që shpresoj të kem një natë të repsh. Dhe patjetër jam e hapur për një gjë të tillë, ajo është varet edhe nga momenti, po thash edhe një herë, pozicioni 69 është një nga pozicionet më fantastike për këtë gjë, është një nga pozicionet e mia të preferuara, kështu që pse jo? Edhe unë për këto këshillat e mia kam nevojë, për arsye sepse i kam, si të thuash, praktika bën perfekten, pra unë e thash, edhe kur del nga zona e rahatis, atëherë fillon me gjithmonë që ndodh magjia. Kështu që kështu e shikoj këtë gjë, pra, kështu e shikoj këtë gjë. Tani, mora shkas edhe nga shumë pyetje efektikisht, që më bëhen, megjithëse e kam adresuar kaq, edhe mua më pëlqen 69-çi. Kam marrë shkas se nga këto pyetje që më janë bërë faktikisht, nuk e kuptova këtë, Mario, kur e kam për herë të parë ta bëj. Për seks anal po më pyet, unë kam bërë një video faktikisht për seks anal, megjithatë nuk mund tash t'i kthehem asaj, po ajo ka shumë të bëj, lubrifikanti është numër 1 edhe mënyra e penetrimit ka të bëj kjo gjë. Do you ever been to the swingers club? Po, sigurisht, unë organizoj parti të tilla, jam organizatore, shkoj shumë shpesh. Javës që shkoj, isha bashkëorganizatore për një fest të tillë. Kështu që po, në swingers club kam goxha, nuk është një panel që unë e zbatoj për veten time, pra nuk është diçka që unë e praktikoj, nuk është një fantazi ose nuk është një realitet që mua momentalisht më stimulon seksualisht, por është diçka që jam shumë komode dhe jam jashtëzakonisht shumë e informuar. Unë kam bërë, më duket, një video të tillë për swingers. U shpërndava një nga tema. Faktikisht to kisha për të thënë për deep throating. Tash edhe një herë, nuk jam eksperte, po këto këshillat funksionojnë. Dhe këshillat që tash pra ishin zgjedhja e pozicionit, super avash, pra procedimi super avash, relaksimi i gjuhës, edhe marrja dhe frymënxjerrja në një ritëm të caktuar. Pra,
kur e fut ndo marrësh frymën me hund, edhe nxjerrja e ekstendim me gojë kur e ke jashtë, kur arrin të nxjerrësh pak a shumë jashtë. Kjo ishte ideja. Nuk e kam këmishë, e kam fustan faktikisht arbon, po nuk është ndonjë gjë e madhe me pas, edhe un jam një femër si gjithë tjerët, nuk kam 4 cica, 2 kam. Edhe një vrim si gjithë tjerët, domethënë e kam, kështu që nëse për kuriozitet, tash ju mund t'ju duket interesante, po kjo nuk ka të bëj fare me biznesin tim edhe me produktet e mia.